Mirëmëngjesi edhe një herë Agnes për ty edhe për gjithë që po vazhdojmë me qëndru bashkë me programin e mëngjesit. Siç e përmendëm bashkë edhe në studio, ne do të jemi në fakt në shkollën Nazim Gafuri këtu në komunë të Prishtinës, edhe kjo një prej shkollave që zbaton mësimin tërditor dhe kam kënaqësinë bisedoj me drejtoreshën e kësaj shkolle, që është Ardiana Makulli, edhe do të shohim edhe në njërin prej klasëve, meqense jemi afro krejt, afër është treta një, të shohim bashkë edhe ecurinë e procesit të tërditor pra të mësimit, kështu që gradualisht me drejtoreshën po shkojmë brenda edhe ta shihni kështu përmes pamje. Drejtoresh, mirëmëngjes dhe shumë faleminderit për kohën. Mirë se erdhët. Mirë se ju kemi gjetë, po besoj që puna po ecën barë edhe kur po flasim për mësimin tërditor, një proces që nuk e di si është prit nga ana e juaj edhe për kapacitetin që shkolla i ka. Sigurisht që fillimi ka qenë i vështirë, ka qenë pak sfidues, edhe është prit me dilema si nga prindrit, nga stafi, por dhe nga nxënësit, por tash mbasi shkoi gati një vit, dhe që peshofmi që jemi në rrugën e duhur dhe në rrugën e sigurt, për arsye se besoj që e kemi shtruar një rrugë të mirë për një nga reformat më të rëndësishme të arsimit në gjithë Kosovën, dhe jem të bë maksimumin. Ju siç e dini, mësimi mbahet në dy pjesë, në pjesën kryesore që është kurrikula bazë dhe pjesa e dytë ose pjesa e aktiviteteve jashtëkurrikulare ku zhvillohet më shumë potenciali i fëmijëve, ku fëmijët mund të zhvillojnë edhe kreativitetin për arsye se ka lëndë të ndryshme, siç janë aktivitetet e artit figurativ, muzikës, po ashtu ka aktivitete sportive, ka aktivitete të ndryshme ku janë përfshirë edhe shkencat e natyrës, teknologjia e gjitha këto, ku përmes këtyre aktiviteteve fëmijët kanë mundësinë të zhvillojnë talentet e tyre, të zbulojnë hobit e gjitha këto. Sigurisht fillimi ka qenë pak sfidues, derisa gjetëm edhe hapësirat, sidomos hapësirat këndet e relaksit që janë të rëndësishme. Besoj që pas një viti kemi pa edhe ato mangësit e vogla që i kemi, që pas një analize të mirëfillt së bashku me dekan, do të mundohemi që gjitha ato vështërsi ti analizojmë edhe të kemi vitin që vjen pak më të lehtë. Sigurisht. E këto e diskutojmë, po futemi brenda, e kemi lajmëru edhe mësuesën që është brenda, kështu që ajo na pret, kemi kërku nga nxënësit që të shohim veç nga afër, që hajde vazhdo. Mirë, tash po i shohim edhe nxënësit, një mirëmëngjes edhe një herë për mësuesën që po e lejojmë kështu ta vazhdojmë mësimin, ndërkaq me pamje cimi ju përcjell. A flasim tash për pjesën e mangësive që i keni pa dhe që e shihni të arsyeshme të intervenuar në to dhe që vitet tjera të jenë më të përshtatshme dhe të lehta në këtë ecuri të procesit të Sigurisht mendojmë që të ketë sa më shumë këndë relaksi, të ketë më shumë mjete didaktike, që fëmijët kohën e aktiviteteve, sidomos atyre sportive të dalin edhe jashtë klasës, të ketë vizita pak më shumë, ku të përfshihet ndoshta edhe një mbështetje nga DK ose nga prindër, jo që s'kemi pas, po na duhen vizita pak më shumë që të dalim nga klasa, se dim që fëmijët më shumë mësojnë nga gjërat që i shohin edhe i prekun, se nga ato që ju flasim çdo ditë. Fillimi ka qenë ndoshta pak sfidues edhe me smartboardet, të cilët tash çdo klasë shpesh janë pajisur me smartboard, por mendimin e DK-s me kurrikulën digjitale dhe me angazhimin e gjithë mësuesve, ku është bërë edhe një trajnim nga vetë shkolla që janë trajnuar mësuesit të cilat kanë vështirësi, dhe tash të gjithë mësuesit janë të gatshëm që të përdorin smartboardet, por jo vetëm mësuesit, por edhe fëmijët janë të gatshëm dhe krijojnë modele të ndryshme të mësimit duke përdorur smartboardet. E biseduam edhe pak më herët për prindrit, sidomos kjo në vite më parë kur është diskutuar për një proces të tillë që do t'i përfshijë tërditën fëmijët këto, ka qenë ndoshta skeptike pak. Edhe këtë vit, po mendoj vitin e kaluar veç kur kemi hyrë kështu funksion, nuk është që ka qenë shumë e mirë pritur ndoshta për gjithë prindërve, po për një pjesë të tyre po besoj. Si ka qenë për shkollën bashkëpunimi me ta? Kanë pas dilema, nuk ka qenë që se kanë mirë prit, po qëndrimi i gjatë ju ka vduk që mos po ndikon jo mirë. Po tu e pa që fëmijët veç janë adaptuar me këtë mësimin tërditor, sigurisht që qëndrimi më i gjatë i fëmijëve në shkollë ka bërë që ata të jenë më të shoqërueshëm, më të socializuar, ka bërë që të shprehin më shumë kreativitetin e tyre, ka bërë që ata të kenë mundësi më të gjatë të zhvillojnë potencialin e tyre që kanë, po ashtu përveç kësajna prindrit janë më të qetë.
pse din që fëmijët i kanë në vendin më të sigurt të mundshëm, ku përveç që janë të sigurt, ata kanë mundësi edhe të marrin edhe njohuri, edhe të përvetsojnë njohuri që i kanë deri më tani. Përveç kësaj, ne kemi arritur që të kemi edhe rezultate më të mira. Për shkak të mësimit shtues që mbahet në shkollë, mësimi i plotësues, është edhe rezultatet sigurisht që janë pak më të mira. Ndoshta kisha pas shumë dëshirë që një nxënës ta marrim, ndoshta po ndërhyj pak, po duhet të marrim një nxënës dhe me ndëgju se është njëri nga nxënësit që shumë me dëshirë e ka përkrah këtë mësimin tërditor. Apo na prezantohet ky bukuroshi këto? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, unë jam Nart Hajdini. Unë është me kënaqësi që u bë mësimi tërditor. Jemi duke bërë shumë aktivitete, si për fëmijët me autizëm, i kemi përkrah me çdo mundësi që i kemi. Kemi bërë tregime për malet e Bajgorës, bjeshkët e Rrugovës, qytetet e Prizrenit, për foljet edhe planetet. Mua më pëlqen shumë ky mësim tërditor, sepse edhe kuzhina po ka pak ushqime të mira dhe pak nuk na pëlqejnë. Pak ushqime të mira, po thu. Pikërisht kjo ishte një prej shqetësimeve që doja me diskutuar realisht. Tregon pak edhe për këtë pjesën e ushqimeve. Çka po thoa, çka ka mungu atje, për çka kishe dashti? Më shumë pira dhe bureka. Okej. Ki dëshirë me i konsumu ma shumë? Po. Për ndryshe tjera që janë rregulla? Kitë në rregull. Okej. E prej aktiviteteve që i keni bo, tregove që për fëmijët me autizëm keni bo deri tash, a ka edhe të tjera që ty të kanë pëlqyer dhe të kanë mbetë mendje? Ma shumë të më kam pëlqyer foljet, sepse po ka shumë sene jena të ushtruar ma shumë për çato, dhe janë më të rëndësishme për gjuhën shqipe. Dhe po bëjmë detyrat shtëpisë në klasë, qëse dikush nuk arrin të bëj detyrat të shtëpisë mirë, kemi detyra shtesë për në shtëpi. Po, që me i perfekcionu edhe ma shumë, për ndryshme mësuesën e pas keni shumë të mirë, edhe besoj që kaloni mira. Edhe vit në shkollës në mënyrë pak më të veçantë, për shkak mësimit tërditor, ku kanë qenë të përfshirë gjithë fëmijët e ciklit 1-5, por kanë qenë edhe nga 6-9. A Narta, mundesh me na tregu si është nuk dita e shkollës si vjetë, ka qenë pak më ndryshe se viteve tjera? U kam, po. Se ka qenë ti? Se dita e shkollës ka qenë ma shumë me festa se atëherë, për 40 vjetorin. Po ka pas më shumë aktivitete, loja, edhe shumë aktivitete tjera që i kena bo me mësuesën. Dhe jeni kënaqur shumë, sigurisht. Faleminderit shumë zemër. E pas një mësim sa ma të mbarë, për fund, me qenë se përmendi edhe në arci për ushqimet, kjo është një prej çështjeve që diskutohet kohën e fundit sidomos, madje ka disa prej shkollave që janë në këtë proces tërditor, ku kam dëgjuar që po detyrohen që fëmijët të marrin shujta nga shtëpia. Si qëndron këtu, sepse edhe në arti pak a shumë e ngriti këtë shqetësim. Nga kuzhina qendrore vetëm është shpërndan një pyetësor të gjithë prindrit, nxënësit dhe mësimdhënësit, dhe ka ndalë me një përfundim. Ne para javën e kaluar e patëm vetëm një takim 5 drejtorët e shkollave të mësimit tërditor, së bashku me drejtorin e kuzhinës qendrore dhe drejtorinë e arsimit, ku diskutua menyja, ku do të ketë ndryshim të tërësishëm, do të ketë ushqimet që janë përdorë ose janë konsumuar më shumë nga fëmijët, por do të ketë edhe shumë risi. Domethënë është njëra nga sfidat që kemi pas këtë vit, për arsye se ndoshta edhe fëmijët janë mësuar të ushqehen me ushqime më të shpejta, edhe nuk është pranuar as mirë, përkundërse ushqimi ka ardhur gjithmonë i ngrohët, i freskët, por tash do të kombinohen ushqimet dhe besoj që do të dalin edhe kërkesat e fëmijëve të cilat kanë qenë që të ndrohet menyja, edhe kemi arrit një mirë kuptim me kuzhinën qendrore, besoj që edhe kjo sfidë do të kalohet vitin që vjen. Kjo është e mirë, atëherë do të kemi mundësi edhe një herë t'ju vizitojmë, ta shohim sa të kënaqshëm janë nxënësit, sepse gjithçka është për ta. Faleminderit shumë drejtoresh për kohën edhe për hapësirën që kemi këtë shkollë. I falenderoj mësuesit e shkollës sonë, të cilat janë angazhuar maksimalisht që kjo reformë të ecë përpara. I falenderoj prindrit të cilët kanë qenë mbështetës të kësaj reforme, por dhe fëmijët të cilët e kanë prit jashtëzakonisht mirë. Sigurisht e falenderoj edhe dekan për mbështetjen. Uroj që kjo reformë të vazhdojë tutje. I ftoj të gjithë drejtorët
ta përkrahin, për arsye se është njëra nga reformat më të rëndësishme e arsimit që po ndodh. Harrova ta ceki që përveç të tjerëve besoj që do të rritet cilësia me angazhimin tonë dhe me qëndrimin më të gjatë në të mësimit erditor, por gjithsesi edhe ju ndihmojmë prindërve që fëmijët të jenë më të sigurt në shkolla ku mësojnë, angazhohen për një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë. Faleminderit edhe një herë. Edhe për vizitën që ishit tu. Agnes, ne po e mbyllim këtë lidhje të drejtë për drejtë me aktivitetin e nxënësve këtu që po e bëjnë, pra është shkolla Nazim Gafuri në komunë të Prishtinës që e zbaton edhe procesin tërditor të mësimit, njëjtë edhe 4 shkollat e tjera që do të kemi mundësi pse jo të jemi edhe ndonjëherë tek ato dhe mirë që u dha dhe si informacion së fundi se kjo shkollë ka biseduar me kuzhinën qendrore që të rishojnë edhe njëherë menyn e ushqimit, me qenë se është qendrore për këta fëmijë që ne po i shohim. Njëjtë siç patëm rastin edhe njërin prej nxënësve na tregoi që ka ushqime të cilat nuk i shkojnë shumë për shtatë, po ka disa prej shkollave që kemi dëgjuar se po marrin ushqim prej shtëpisë fëmijët, pikërisht për shkak të cilësisë, ndoshta ose thjesht nuk e konsumojnë atë ushqim që i serviret, pavarësisht se sa cilësor mund të jetë ai. Sidoqë të jetë, po e kthejmë lidhjen në studio dhe do të kemi mundësi të jemi prapë ndonjëherë tjetër në këtë shkollë, po edhe të tjerat që zbatojnë mësimin tërditor.